Janë disa skuadra që mund të jenë në vazhdo dytë. Tani, po të referohem ekipeve që kemi luajtur, sepse normalisht e para punës njerë, ne cilësuam një ndeshje shumë të vështirë në Andorra. Kemi qenë turnë në studio, po thamë që shiko, do luajmë në Andorra, ndeshja me vështirë, e tha presidenti, e tha, tani, të cilësosh ose të etiketosh një ndeshje të vështirë në Andorra, mirë po nga mënyra se si zhvilloheshe ndeshja, do më thëmë ku çdo një hap falës, do më thënë e rëzonte fitoren me Serbinë, e rëzonte, do më thënë, çdo rezultat pozitiv që kishim bërë deri në momentin pa shkuar në Andorra, do të rëzoheshe poshtë. Dhe aq më tepër që ne mbajmë rekord për rezultate me këto ekipet në thojza të dopta, sepse në letër ka vetëm të dopta, se në fush pasaj e dinë shumë mirë se çfarë bëhet, edhe kur Slovakia ndeshjen e parë mund Gjermaninë apo ekipet tjera munden, domethënë, shikojnë dje Ungarin, domethënë, ishte minutë fundit me imagjinoni si është futbolli, domethënë, të na ndodhte ne larg qof një rezultat i tillë që ti je 2-2 dhe në sekondat e fundit shkon 2-3. Domethënë, ty të duhet të barazimi për të shkuar në play-off, ndërkohë që mundur, por për të shkuar te pyetja juaj. Të them të drejtën, normalisht për mua janë ekipet të tëra të forta, sepse ne larg qoftë edhe me Kosovën sikur të luanim, vallai do ta kemi shumë të fortë. Edhe me Maqedoninë, edhe me të gjitha. Por, nëse do bëj një renditje të këtyre skuadrave, thash njëherë, përjashton në Itali që emri, tradita, sigurisht janë të mëdhaja, sepse mund të turpërohet Italia nga Norvegjia dje me 3 golat e Haalandit, por të them të drejtën, në një ndeshje që ballafaqim me ne, sigurisht gjërat mund të jenë më ndryshe, sepse fundja dje ndeshja ishte pa pikë motivi, se nuk do fillon 6-0 Italia. Sepse po ti duhesh vetëm fitoria, duhet kishte tjetër gjëra. Por normalisht me 6, me 7, me 8-0 nuk di të kemi rezultate të këtij kalibri më. Por megjithatë, unë për shembull nuk do doja të isha me Walesin, nuk do doja të isha me Skocinë, domethënë një balla, sepse e kemi treguar që me këto lloj skuadra neve nuk, domethënë këto kanë një forcë fizike, kanë një futboll tjetër, më fjalë, kupton? Mua më vinte mirë për shembull, më erdhi keq që u eliminua Hungaria për shembull, sepse fare mirë më doja ta kisha Hungarinë përballë. Doja ta kisha Hungarinë, doja ta kem Çekin, doja të kem Poloninë, me që kemi mundur. Para punës një herë, këto janë ekipet tim, se tash ne ekipet nuk kupton, por me ekipet të tipit Skoci, Irland apo Wales, të them të drejtën, domethënë me lojtar të futbollit të britanik, me thënë të drejtën, nuk para më pëlqen, sepse e ka treguar dhe ballafaqimet e kanë treguar në mënyrë të tillë, sepse shiko, aty nuk thuhet që do kesh humbje dinjitoze, se aty futesh për të kualifikuar, sepse atje nuk futesh për të dalë dhe për të thënë që shiko, se faktikisht ka një gjë, ne atë po diskutojmë. Edhe analizën që po e bëjmë për ekipin kombëtar, normalisht kemi arritur një objektiv. Objektivi është vendi i dytë, që do të thotë play-off, sepse normalisht nuk mund të thua që do dalim para Anglisë, se i bie që ti biesh murit me kokë. Tani murit me kokë nuk i bie, edhe Anglia është një skuadër që kur kualifikohet nëpër europiane, nëpër botërore, gjithmonë kualifikohet me pikë të blota. Ashtu siç u kualifikua, le atë me pikë të blota, apo dhe me gola të papësuar. Po. Tani ne po flasim gjithmonë për ekipin ton kombëtar, po flasim për një skuadër që normalisht ka bërë mirë, ka realizuar një nga objektivat e veta, për herë të parë është në play-offin e një evenimenti shumë të lartë, siç është kampionati botëror. Pastaj, kundërshtarët që kemi përballë janë ata kundërshtarë. Sigurisht ne nuk duam, thash herë, unë personalisht nuk duam. Britanikët do të shmangë. Dua të shmangë dhe këtë ta them me plot gojë, domethënë ore më mirë ta mbjeri me Italinë se sa me Skocinë. Okej. Tani më tepër se Tami. Kosova. Luan sot me Zvicrën. Nesër. Tashi të paktën e para punës një çdo fitore Kosovës prap nuk i bën punë. Jo, vetëm edhe aty duhet me gola, pra duhet të jetë fitore shumë e thellë. Duhet fitoria, edhe aty duhet janë 7-8 gola me mos gaboj. Domethënë sepse mos gaboj ajo i ka 20 me o 6-7-0 diçka aty. Gjë që nuk bën vaki. Tani e para punës një herë, edhe kjo është arritje historike. Kosova është shumë komode, të them të drejtën ndryshe nga ne, aty shikoj pak një shkallë profesionalizmi, një shkallë, domethënë, për sa i përket për sa i përket anës teknike, për sa i përket anës të disiplinës në fushën e lojës, shikoj një skuadër që normalisht e shikoj që them që do dali me shumë sukses. Sidomos fitoria në Suedi dhe fitoria në Sloveni, të them të drejtën, tash ne kemi luajtur me këto skuadra, unë e kuptoj që shiko, Slovenia nuk kishte asnjë lloj, çdo që të bënte prapë së prapi nuk shkonte, por kjo nuk do të thotë se hapi portën, sepse kam parë intervistën e trajnerit të Slovenisë, ku ai e përgëzonte skuadrën kosovare, duke thënë që erdhi. Është bërë bukur se po flisim me një kolege në Ljubljanë,
pak më parë, më thoshë është kthyer problem tashmë në Sloveni. Fakti që kishte më shumë flamuj të Shqipërisë të Kosovës në stadiumin e Ljubljanës, se sa flamuj të Slovenisë, dhe ishte krijuar goxha problem dhe kishte pasur një revolt ndaj federatës, i cila tha që nuk mund ndalojmë ato. Shiko, po tjetë puna për kështu, do më thënë, kupton, ne di shumë mirë, se më mjafton të them që, shiko, ne në kampionatin Evropian 2016 kemi luajtur me Francën. Po, edhe ishe në Francë, edhe ishe tani, ka nevojë për të parë se çfarë bëhet, se e para punës njerë, se nuk po them për Andorën që është anti-futboll, se unë personalisht, do më thënë, bile i miku im tha, u abita si s'ke shkuar, të them të drejtën, kam qenë aq herë, thash, edhe ata thash, ata dhe kur luajnë me klube, thash unë, nuk e kanë, as dua të dinë se ka i ndeshje futbolli apo s'ka, sepse kështu është mentaliteti atje. Megjithatë, thash njerë, shqiptarët po që puna për tifoza, pastaj aq më tepër që kosovarët me zi presin të ndeshje. Shqiptarët e Kosovës. Tami, shumë faleminderit. Gjithmonë nga si bisedoj me ty, të uroj një vit sa më të mbarë. Okej, dashur miq, këto ishin zhvillimet që kishim zgjedhur për sot, për lajmet e fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Shkarkoni aplikacionin Euronews.al në App Store dhe Google Play. Mos u largoni, pas pak vjen kolegja Ujese Doshlani për zhvillimet kryesore. Bashkë do shihemi sërish nesër në orën 12. Deri atëherë, kalofshi bukur.